emaili është pjesë e vendimit për sekuestrimin e vilës. Dhe për këtij emaili ka nisur gjithë hetimi. Pra është gjetur ky email dhe ka nisur gjithë hetimi. Ne në atë vendim sheh që është ngritur dhe akuza për korrupsion dhe pastrim parash ndaj deputetes Balluku. Pra Spaku nëse do donte të kërkonte një mas tjetër sigurie, mund ta kishte bërë një herë sepse vendimin e ka gati. Ato të dyja ose Axhi Ademi flet për 2 vila dhe thotë këtu është vizatuar dhe vendi Pishinës. Nëse lexon vendim, Pishina është ndërtuar. Dhe me ndërtimin e Pishinës është marrë një punonjës tjetër i Alpetrolit, i kontrollit dhe më pas i ministrisë. Pra një vartës i zonës Balluku, i cili është marrë me çdo detaj të ndërtimit të Pishinës siç e donin ata. Dhe pak javë më parë, ai ka shkuar në pikën e madhe në kompaninë e madhe hidrosanitare, ku ka marrë materialet e Pishinës, dhe me menaxherin e kompanisë ka dialoguar të shoh pak telefonin, çfarë bisedash kemi ne t'i fshim, se duhem fshir bisedat që kemi ne. Duhet fshim emailet e kërkesave që kam bërë unë për vilën. Pra, ata kanë ditur paraprakisht se çfarë po hetohesh. E vërtet është. Dhe nga momenti i parë që është rrëzuar kërkesa për arrestimin e zonës Balluku, e deri më sot kanë rrjedhur 2 muaj aca. Dhe në gjithë këtë periudhë nuk besoj se ka ngelur ndonjë provë e fshehur në telefonat, në shpinë, në zyrat, në mjediset ku është zonja Balluku që mund të hyjë në punë Spakut. Kështu që edhe në këtë moment të duket më tepër si veprim politik për të kërkuar një mas tjetër arresti, sesa si një veprim juridik për çfarë do t'i duaj. Pra nëse ka pasur për të pastruar, ka pastruar gjithçka. Shiko, se më shkruan dhe autori i blogut